Mesazh nga Zoti. Tani është koha për të qenë një zi. Dhe tani dua të them, kujdes. Ju mbisni se çfarë lloj jeni. Ju jeni tashmë mjaftueshëm këtu dhe tani që të realizosh të gjitha dëshirat, duhet të vizualizosh. Keni këtë vizion që është brenda jush. Çdo informacion që ju nevojitet, çdo mençuri që ju duhet për të manifestuar lehtësisht me gjendjen e mundshme në mënyrë më të lehtë. Pauza dhe zbrastia është ajo që ju hap për të përshtatur me sinkronitetin tuaj hyjnor. Por stresi dhe ankthi që ju imponon matrika, madje dhe vetë planet dhe sunimet që bëni në çdo plan, çdo vit, kur bëni planin tuaj 1 vjeçar ose 5 vjeçar, ju futni në këtë aurorë të stresit dhe ankthit dhe u mbisni përsëri sinkronitetin hyjnor. U mbisni qëllimin e shpirtit tuaj, sepse nuk jeni në shërbim dhe nuk e kuptoni këtë. Ju ndiqni parat, ndiqni qëllimet që kontrolloni, e bëni këtë pa pushim dhe pa ndalim. Prandaj, ndalo tani. Nuk ka vend tjetër për të qenë. Nuk ka kohë tjetër për të qenë. Je në momentin e dur, këtu dhe tani. Jeta është tani, në çdo moment. Do akordoheni me mua me sinkronitetin tuaj hyjnor. Ky vizion i ri i freskët do të zbulohet për ju nga çdo tani dhe do t'ju lejoj të pranoni dhuratat dhe bekimet hyjnore. Nëse nuk e thua pauzën, nëse nuk e thua këtë qetësi, nuk mund të merrni të gjitha këto dhuratat dhe nuk mund të merrni ndërhyrje hyjnore, sepse keni kaq shumë konfuzion rreth jush. Jeni në një gjendje stresi dhe ankthi dhe shumica prej nesh në këtë planet tani janë në një gjendje të tillë. Kur jeni në këtë situatë, forca bie, lodhja është më intensive dhe stresi është më intensiv. Nuk keni të njëjtën entuziazëm dhe pasion që kishit kur ishit 20 vjeçar. Dhe nëse keni arritur gjëra, ndjeni mobilizimin sepse shpirti po përpiqet të evolojë. Evolucioni
është e vetmja siguri dhe çdo mënyrë do të përpiqet që të të shkund. Por kur jeni në këtë situatë stresuese, nuk mund të shihni pamjen e madhe, nuk mund të shihni vizionin. Tani është koha të kuptoni se nuk është një luftë për të kaluar krizën e stresit. Nuk duhet të përpiqeni të kontrolloni dhe manipuloni objektivat. Shumë njerëz të tjerë që punojnë si shitës celularës ose në banka, shesin produkte dhe nuk arrin objektivat e tyre, por nuk e kuptojnë që janë të varur nga ajo që ata janë të detyruar të bëjnë. Edhe nëse je në profesion në lirë, je realisht një punonjës dhe skllav i parave që po kërkon. Je skllav i biznesit, skllav i marrëdhënieve, skllav i fëmijëve të tu që kërkojnë të jenë të shkëlqyer. Po e bëni këtë me vështirësi, po përpiqeni të dalloni dhe të ndaloni të merrni frymë. Tani uluni dhe merrni frymë. Mendojeni dhe mendojeni sa e bukur është jeta. Oh, sa bukur çdo gjë po shpaloset, si kjo natyrë që po shikon. Ulu sot në shtrat, në një vend të jashtë dhe mos bëj asgjë. Pusho, merr frymë dhe vetëm lejo. Merr këtë pauzë dhe lere trupin tuaj të tretit, sepse vetëm atëherë lëndët ushqyese mund të kalojnë përmes mureve të stomakut dhe të zorëve dhe të mbeten vetëm ato që janë të dobishme për ju. Çdo gjë ka një ritëm të shenjtë, një ritëm më të shenjtë. Ky është momenti kur duhet të hyjë veprimi dhe momenti për të pushuar. Dorëzohu për të lejuar Zotit të hyjë dhe të edukojë. Ju mund ta bëni këtë lehtë për ju. Prandaj, ai ju sheh sot ju fton të buzëqeshni. Pranoni veten këto ditë, në këto momente dhe thjesht kënaqeni dhe merrni. Shikoni se si momenti tjetër do të jetë shumë ndryshe dhe se frymëzimi do jetë shumë i ndryshëm. Me një frymëzim, një veprim dhe një lëvizje të vogël mund të ndryshosh shumë. Në këtë duhet të edukohemi duke marrë dhe duke stërvitur veten, si të relaksohemi dhe të merrem. Në fund, shijojeni ndërhyrjen hyjnore, dhuratat hyjnore dhe bekimet në zemër. Kjo është një mundësi për të lëvizur në udhëtimin shpirtëror. Çfarëdo pune që keni, ajo bëhet me ju. Do të kesh sfida dhe situata që nuk ndryshojnë, por do të vijë ai momenti i shenjtë kur do bini në gjunjë dhe të luteni dhe në të njëjtën kohë të lejoni të jeni mirënjohës dhe të falenderoni. Vetëm kjo rrugë drejt Zotit, drejt vetes tuaj të vërtetë, drejt zemrës do t'ju bëj të realizoni çdo gjë. Mesazh nga Zoti, nga universi.